Ka një lloj tragjedie groteske te mënyra si vdes një autokrat. Ai nuk pranon të shuhet si njeri i zakonshëm sepse kurrë s'ka jetuar si i tillë. Pushteti për të nuk është mjet, por organ vital. Të heqësh dorë nga karrika për të është si ti kërkosh të ndaloj frymarrjen me dëshirë. Demokratët duhet ta kuptojnë, nëse nuk e kanë kuptuar ende, se Berisha nuk lufton për pushtet, por për iluzionin e pavdeksisë. Ai e sheh veten si një statuj që nuk mund të shembet nga koha dhe në çdo goditje politike shenjë akt blasfemie ndaj mitit që ka ndërtuar për veten. Vdekja politike për të nuk është fundi i karrierës, por një fyerje ontologjike, një lloj mohimi i ekzistencës. Kështu që ai ngjitet çdo mëngjes mbi rrënojat e vetvetes, si mbi një front padukshëm dhe flet me tonin e dikurshëm të pushtetit, sikur koha kishte ngecur në vitin kur ai komandonte gjithçka. Në fakt nuk është më ai që sundon karrigen, por është karrika që sundon atë. Autokrati Berisha i lodhur nga vdekja nuk dorëzohet, sepse ndryshe nga njerëzit e zakonshëm, ai nuk ka një jetë tjetër për të kthyer. Ka vetëm pushtetin si përjetësi dhe publikun si varr të hapur. Ai s'është më lider, por fantazm që endet mes kujdesës dhe farsës, duke kërkuar të besojë se duart trokitjet ende ekzistojnë diku mbase në jehonën e zërit të vet. Pasi autokratët nuk vdesin, ata kalben publikisht. Arrin mbi mikrofon si mbi aparate frymarrjeje, duke përsëritur fjalë që dikur ndiznin turma, por tani shërbejnë vetëm si zë i një kufome që spranon funeralin. Në vend që të pranoj fundin me dinjitet, ai zgjedh të ripezull midis historisë që e ka mbyllur dhe realitetit që se do më. Turma dhe antarësia nuk janë thjesht dëshmitarë të këtij spektakli, por pjesë organike e tij. Ata ushqehen nga prania e tij, po aq sa ai nga adhurimi i tyre. Në çdo duartrokitje të mbetur ai gjen arsye për të besuar se ende jeton politikisht, ndërsa ata në çdo shfaqje të tij gjejnë alibin për të mos ndryshuar. Është një bashkëvarësi mes liderit që nuk di të largohet dhe ndjekësve që nuk din të çlirohen nga miti. Kështu partia shndërrohet në një lloj komuniteti ritual ku lojaliteti zëvendëson arsyen dhe besnikëria ndaj kujtesës bëhet më e fortë se përballja me realitetin. Në fund nuk është vetëm autokrati që nuk pranon vdekjen, por edhe turma që refuzon jetën pa të. Por çdo spektakël i tillë ka publikun e vet përtej partisë dhe militantëve të saj. Turmat që duan ta shohin Perëndin të vdes ngadalë. Në këtë kuptim Berisha është ende i dobishëm si kujtesë së shkuarës që s'ka vdekur plotësisht dhe si paralajmërim për të ardhmen që s'ka mësuar asgjë. Ai është në thelb një relike e vetëdijshme për vetveten që e di se po shuhet, por preferon të shuhet në ndritat e kamerave.